Shqipëria po përjeton një nga krizat më të mëdha të emigracionit në historinë e saj moderne. Gjysma e popullsisë është larguar nga vendi, sipas të dhënave të gjendjes civile. Nga një popullsi prej 2.4 milion banorësh, po kaq janë në mërgim. Shqipëria mban rekordin për shkallën më të lartë të emigrimit në Europë. Emigracioni nuk është vetëm një tendencë, është bërë një përditshmëri e hidhur për shumë familje. Sot, si pasojë e këtij realiteti, jemi vendi që në dekadën e fundit kemi shënuar shifra më të larta të emigrimit se në dekadën e parë të periudhës së pas komunizmit. E si rrjedhoi, vuajnë pasoja të ndryshme social-ekonomike, duke nisur nga fakti që pothuajse çdo sektor vuan për fuqi punëtore në profesionin e duhur. Grup mosha, na mosha 18 vjeç, dhe në 30 vjeç janë komplet që. Edhe tash ti largohet, dhe që janë larguar. Viti 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, edhe sot largohet. Në qoftë se do ikin kretë, edhe ne do ikim, se s'kemi që bëjmë këtu. Për moshën që kam, për kohën që kam kalu, që jetoj edhe do jetoj, dëshira ime është për t'i dhënë zhvillim pak këtij vendit. Kur nuk e mendoj largim. Pra nëse do t'ikim të gjithë, edhe mine të qila me bashkëshortin e fëmijët do t'ikin. Ata e një çift që prej 5 vitesh kanë hapur një lokal në fshatin Novosel në Kukës. Por që ta quajnë biznes të suksesshëm, kanë disa probleme. E kemi shumë problem këtë pjesën e për të gjetur kamarier, banakier, sepse nuk ka. Të rinjt kanë emigruar, në këto 5 vite ne kemi prit që të kemi rritje të klientelës, por kemi pas ulje në fakt. Dhe shkaku është emigrimi. Klient të grup moshës, dhe më thënë 50, 60, 40 vjeç, më pak nuk ka. Këtu, të rinjt që mund të ishin krau i punës janë larguar, po nëse largohen edhe klientët, e armiku është i njëjti, emigracioni. Emigracioni formën e ndërron, por traditën e vazhdon. Duket se emigrimi ka shënjuar ritmin e tranzicionit jo vetëm nga shifrat, por edhe nga forma që ka marrë. Nëse ndajmë me etapa flukset e emigrimit, kuptojmë më shumë për rreturinë e vetë Shqipërisë dhe shqiptarëve në këto vite demokraci. Pra të paktën 50.000 shqiptarë emigrojnë çdo vit. Shumë ikin përgjithmonë, disa kthehen sërish, por ndikimi i tyre ndjehet në çdo hap. Ndjehet kur vinë me pushime, e shtoj statistikat e turistëve. Verës ndryshon puna, vinë me pushime emigrantët, ka më shumë punë. Ndjehen kur dërgojnë kursimet për na dhe. Familjarët tonë që janë jashtë na kanë ndihmuar për këtë hapjen e biznesit. Si që shikon këtu shtëpijet janë të rregulluara prej njerëzve që kanë në emigrim, sepse sigurisht këtu nuk ka nga bujqësia shumë të ardhura sa që mund të krijosh një biznes ose mund të bësh një shtëpi vilë. Të njëjtën gjë konfirmon edhe i riu Ilir Noka, nga fshati Novosel i Kukësit. Gjithçka që shihni në ndonjë shtëpi të restauruar apo ndonjë investim është gjithçka 100% jashtë. Asnjë investim nuk ka ardhur nga këtu, përveç se kemi në stanet atje kemi një fermë e cila ka qenë shumica e investimit ka qenë nga themi 20 vitet e fundit çka ka fituar i zoti i shtëpisë me bagti, me bujqësi, me të mbjella, me të korra e tjerë. Por kontribut me ndikim gati etik është gjenerimi të ardhurave për brezin e tretë që emigrantët kanë lënë këtu. Si Ismail Çaka, që sot jeton. Nga emigracioni. Se me pension që marrim se jemi të dy pensionistë. Rritja e rimitancave për shkak të këtyre emigrimeve që kanë ndodhur së fundmi shkon pikërisht për moshën e tretë. Gjithë emigrantët, na kanë ndihmuar si fshat edhe na ndihmojnë, pra për çdo lloj problemi. 20 vite, 30 vite, 40 vite, 50 vite, 60 vite, 70 vite, 80 vite, 90 vite, 100 vite, 200 vite, 300 vite, 400 vite, 500 vite, 600 vite, 700 vite, 800 vite, 900 vite, 1000 vite, 2000 vite, 3000 vite, 4000 vite, 5000 vite, 6000 vite, 7000 vite, 8000 vite, 9000 vite, 100 vite, 200 vite, 300 vite, 400 vite, 500 vite, 600 vite, 700 vite, 800 vite, 900 vite, 1000 vite, 2000 vite, 3000 vite, 4000 vite, 5000 vite, 6000 vite, 7000 vite, 8000 vite, 100 vite, 200 vite, 300 vite, 400 vite, 500 vite, 600 vite, 700 vite, 800 vite
Në fakt, sipas Bankës Botërore, gjatë vitit 2023, u dërguan 1.9 miliard euro nga emigrantët. Aktualisht 23% e familjeve shqiptare janë të varura nga remitancat. Rënja e popullsisë me rreth 420.000 persona në dekadën e fundit, duke zbritur në 2.4 milion banor, sipas rezultateve të censit 2023, u duk sikur nuk kapi askënd në befasi. Ismail Çaka, pensionist, tregon se njëri prej djemve i kishte ikur prej 2 dekadash, por së fundmi nuk rezistoi as djali i pleqërisë. Djali i madh e ka emrin Altan. Ka 22 vjet në emigracion që është. Kurse ky djali i vogël Edvili akoma nuk ka mbushur 1 vit. Ilir Noka është një prej atyre që zgjodhi jo vetëm të mos emigrojë, por edhe u kthye në fshatin Novosel të Kukësit pasi mbaroi studimet në Tiranë. Por sot, ky është realiteti ku ai jeton. Për momentin jam i papunë në majt malit Kukës. Në vendin tonë po pjesa dërmuese 95% e të rinjve të fshatit janë larguar, ku mbetet vetëm një 5% që edhe ata presin të largohen, vetëm akoma nuk ka ardhur mundësia. Sipas organizatës ndërkombëtare për migracionin, Shqipëria ka një bilanc migrator neto negativ, me shumicën e migrantëve që largohen për motive ekonomike dhe mundësi të mira të karrierës. Vendi është pa perspektivë, siç e thash, pa të rinj, kur nuk ka të rinj nuk ka as jetesë dhe gjithë, edhe unë sikur ata shokët që kanë ngel presim rastin për të larguar nga vendi, jo sepse duam, por sepse jemi detyruar. E të ardhmen pritet që popullsia e Shqipërisë të vazhdojë të kurret, duke sjellë sfida të reja për tregun e punës dhe sistemet sociale të vendit. Vllajën e kam jashtë, në Angli, kam për shembull daja im dhe xhaja im që janë këtu, 3 djem nga secili që i kanë jashtë. Pra unë jam i vetmi këtu mes 3 familjeve, mund të themi. Që unë i vetëm jemi 10 meshkuj dhe unë jam i vetmi këtu i vetur, i cili do të kryej punën, do të kujdesem edhe për të moshuarit edhe për të gjithë. E duket se fati është parashkruar edhe për Ilirin. Mundësia parë që do jepet normalisht që do të shohim më larg në perëndim. Si e përjetojnë ata që mbeten, sidomos brezi i tretë? Sikur në ka ra një bombë në shtëpi. Emigracionin e kemi përjetuar jashtëzakonisht keq. Në Shishtavec me një fjalë kemi ngel pleq. Shumë rrallë mund të gjesh në një nën 30 vjet. Shumë rrallë. Mos me thënë fare zgjen. Numri i lindjeve në 7 fshatrat e njësisë Shishtavec, me vetëm 11 lindje gjatë periudhës 2019-2023, konfirmon këtë zbritje demografike dramatike. Në një vend të përshkruar nga historia e pasur dhe kultura e thellë, shqiptarët po përballen me sfida të mëdha, që i detyrojnë shumë prej tyre të lënë vendin e tyre të lindjes. Arsyeja kryesore, mungesa e mundësive ekonomike. Në qoftë se nuk ke një biznes ke ç'a bën, vetëm me patate, që akoma ka disa që nuk i kanë shit dhe ka ardhur koha që ti mbjellin. Arsyet e emigrimit kanë qenë që pa mundësia për të jetuar këtu. Nuk ka punë. Nuk kemi punë. Se të kemi punë, jetohet, jo nuk jetohet. Përveç mundësisë për të punësuar, tu që disa gjëra nuk funksionojnë ashtu si duhet, është edhe pjesa që edhe nëse gjen punë, ku nuk të plotësohen shumë kushte, përveç pagesës, janë kushte të tjera që nuk të plotësohen, dhe kjo është një nga arsyet të themi sepse gjithë kërkojnë të largohen, jo vetëm pagesa pra ose jo vetëm puna, por shumë më shumë se puna. Sipas Instat, 84% e emigrantëve kërkojnë një jetë më të mirë jashtë vendit, por edhe faktorë si bashkimi familjar, papunësia dhe mundësia për të studiuar jashtë vendit luajnë rolin e tyre. Migrimi nuk është thjesht një fenomen ekonomik. Ai prek çdo qelizë të shoqërisë. Cilësia e ulët e shërbimeve, trajnimeve dhe mungesa e meritokracisë në karrierë janë faktorë të tjerë që nuk janë evidentuar në statistika, por
por që kanë ndikim të madh në vendimarrjen për të lënë vendin. Mungesa meritokracisë, shpeshherë konkurenca e pandershme, më pas sektori privat i cili një punonjës punon me orë të zgjatura, ka probleme me vlerësimin e nivelit të performancës, ka bërë që shumë të rinj të ndjehen deri diku të pavlerësuar në tregun e punës. Kuksi është marrë gjithnjë si shembull që përfaqëson krizën ekonomike dhe demografike të Shqipërisë. Me shumicën e popullsisë, rreth 70% të angazhuar në sektorin e bujqësisë dhe një tregues të ulët të zhvillimit socio-ekonomik, qarku nuk ngrihet dot nga fundi i listës ku është renditur si ndër më të varfrit në Shqipëri. Të rinj që në zona rurale ndjehen pa shpresë dhe janë pikërisht ato cilët përvojnë numër më të madh të emigrimit. Kuksi ka qenë në rajonin më i varfër për shumë kohë, për shumë dekada mund të themi, dhe shifrushi rrushin e piqit, çdo i ri shef shokët e tij, kushrit e tij, vllajën e tij që është jashtë, që ka bërë një vend për vete dhe edhe ata duan që, domethënë gjithë duam që të shkojmë krijojmë vendin tonë atje, të ecim përpara. Qishtavetësi tashti është një vend, një fshat vend malor, rreth 1500 metra mbi nivel detit. Edhe këtu sot është një kohë shumë e kënaqshme edhe që jap këtë intervistë, por ka dimër këtu që skalohet. Tashti duke pa njëri tjetrin hikin, janë shumë faktorë që largohen. Është punësimi, është shkolla, është spitali. Janë shumë faktorë të tjerë që largohen këta, se duke të rek shokun, mikun, katundari edhe. Raportet tregojnë se një pjesë e madhe e kërkesave për azil nga shqiptarët në Britaninë e Madhe janë nga individ nën 29 vjeç. Një grup mosh që është përgjysmuar ndjeshëm gjatë dekadës së fundit, duke paralajmëruar për një thellim të krizës së fuqisë punëtore në të ardhmen. Migracioni në Shqipëri është më shumë se një temë statistikash dhe numrash. Ai është një ngjarje që po riformon strukturën dhe shpresat e një kombi, duke lënë gjurmë të thella në histori dhe identitetin e tij. Gjithmonë kuksian kur kanë dalë zëm në Tiranë, e kanë ndier gjithmonë veten i çik ndoshta më inferior, anto ndoshta nuk kanë qenë, por e kanë ndier veten më inferior karshi vendeve si Tirana apo Durrësi apo vendeve nga jugu, të cilat kanë patur i çik më investim, kanë patur më perspektivë, edhe për këtë arsye kuksianët kanë parë që kudo që kanë shkuar ata kanë fituar vendin e tyre, kanë fituar besimin e njerëzve dhe kanë bërë parë. Në Angli më shumë. Djemti kam në emigracion. Unë kam vllajën e kam jashtë në Angli. Nuk kemi shumë zëmës, ka nikur. Drejtimin tashti kanë filluar që në Anglia. Në vitin 2022, një raport nga Dhoma e Deputetëve Britanik tregon se mbi 1/4 e personave që kanë kaluar kanalin anglez me komone kanë qenë nga Shqipëria. Shumica prej tyre që kërkojnë azil theksojnë nevojën për mbështetje dhe zgjidhje për këtë realitet të vështirë. Pasojat ndjehen kudo, por sidomos në arsim. Unë e bëj shkollën në Shishtavet, Kukës. Sot në Kukës numri i nxënësve është pothuajse përgjysmuar. Në vitin 2023, në shkollën e Shishtavetit, numërohen vetëm 23 nxënës të arsimit 9-vjeçar dhe 68 nxënës të shkollës së mesme, sipas përgjigjes së zyrës arsimore Kukës. Unë jam në klasën e 6 dhe jemi 5 nxënës në një klasë. Klasa e 6 dhe e 7. Para një muaj më iki edhe djali me gjithë nusën edhe me 2 vajza. Dhe rëndesa më e madhe për mua dhe për gjithë fshatin edhe për zonën është kur mu largu djali çdo diçka për mua. Sepse e pyeta djalin, pse largohesh babi? Sepse vajza fillon vitin e parë, s'ka shoqe me shku në klasë. Edhe kështu që e vetmja vajzë ngeli djalit tim që të fillon. Klasën e parë, një vajzë. Edhe kështu që kushtet i kisha të mira, kam një lokal aty që vjo kolla. Jam një drejtues fshati, sekretar fshati. Klasa e parë nuk ka fëmijë. Një orë ja merë klasën e 7 mësuesi më bën atyre dhe pastaj na bën njëve. Është pak e vështirë, se nuk marrim shumë, ngatrohemi ndonjëherë.
Ky trend i rënjes së numrit të nxënësve tregon një situatë alarmante për arsimimin dhe zhvillimin e rajonit. Jo vetëm në numra, por edhe cilësi e perspektiva për rininë e Kukësit. Në këtë kontekst, emigracioni i vazhdueshëm lë pas një vakum të ndjeshëm gjenetik dhe kulturor. Për dëshirë u kisha bëj i thirrje unë nëpërmjet televizorëve tonë, ta kthejnë kokën, jo për të investuar për një moment edhe për një muaj marrë këtu si turista, po të kthehen si kudo që kthehen, të japin pak zhvillim këtij vendit që është Zoti na e ka falë natyrën shumë të bukur. Gjithë kur ikin për ne 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet edhe për të kthy, po që askush nuk kthehet. Gjithë kthehen me pushime, gjithë kthehen investojnë, bëjnë një shtëpi, bëjnë ku diun ndoshta një biznes të vogël, por që askush nuk kthehet për të jetuar mbrapshma. Vinë veç për qef, për turizëm dhe ikin largon. Këtu ke ne ka i diçka. Siç duket Qishtavetsi, edhe këta bjeshk që duken, Qishtavetsi ka qenë një fshat me tradita të vjeta të kulturës, të sporteve, siç është sporti skive, sporti mundjes, hipizmi, janë shumë gjëra po. Këtu duhet të vej pak dorë shteti që të bëhet ski pista e Qishtavetsit, hipizmi ku të bëhet fusha, atëherë u japin prioritet të rive që vinë të kthehen të investojnë. Përmes një anketimi me 1800 familje në Kukës, Swiss Contact zbuloi se 59% e atyre që mendonin për emigrimin preferonin të shkonin drejt Britanisë së Madhe. What we recently learned as well that it's not only economic sphere that creates push factors for migration. Social part of life, quality of life issues are heavily impacted youth decision whether to stay on to live. Emigracioni masiv i shqiptarëve në periudhën post-komuniste ka shërbyer si një laborator për studimin e emigracionit ndërkombëtar, duke shfaqur karakteristika të jashtëzakonshme. Ky fenomen ka ndikuar ndjeshëm në strukturën shoqërore dhe ekonomike të vendit, duke e bërë emigracionin një strategji mbijetese për shumë shqiptarë përballë sfidave ekonomike dhe politike.